إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهده بالله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Hamdi të kanë Allahu Gjelle Ta'ala, paqja mirësitë begatit e Zotit qofshin mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë umetin e tij, të cilët pasojnë, ecin gjurmëve të tij deri në Kiamet. Të dashur të me, kur shikojmë Islamin nga prizma të ndryshme, gjejmë atje dimensione ku feja ka një hapësirë të madhe të besimit, një dimension tjetër është dimensioni i normave në fe, dispozitave, që janë haramët dhe halalët, dispozitat e adhurimeve në fejën tonë, dhe një dimension tjetër i rëndësishëm në fe e që të tri këto dimensionet kanë lidhshmëri njëra me tjetrën. Pra kur është feja, duhen patjetër të jenë këto tri elemente: besim, dispozit edhe edukim. Ky dimension është tetë i rëndësishëm për besimtarin, sepse në gjitha adhurimet që ai bën, detyrat, obligimet e Zotit, ato që Zoti i ka thonë bëne dhe atë që i ka thonë mos e bë, përfshihet edhe ky dimension tetë i rëndësishëm që është dimensioni edukativ. Kur e shohim muslimanin, feja pra, kur e sheh muslimanin, e sheh gjithherë si një nxënës të përhershëm në shkollën e saj, pra që është shkolla e Islamit. Kështu feja e trajton. Për çka? Sepse besimtari, muslimani në këtë rast, është gjithherë në një betejë përhershme e tij me së mirës dhe së keqës. Kur ai tenton nëpërmes fesë ta përvetëson të mirën dhe tenton nëpërmes fesë ta largon të keqen. Pra është një përpjekje e vazhdueshme për përmirësimin e saj. Feja e sheh muslimanin, besimtarin, pra si një nxënës të përhershëm, por jo jashtë përpjekjeve të natyrshmërisë së tij. Nuk kërkon asgjë feja nga njeriu, në këtë rast nga besimtari, pos atë që Zoti Gjelle Ta'ala e ka kriju. E pranon edhe të mirë, edhe nganjëherë edhe me vesë ose me të këqija. Por kur jemi te muslimani, kur jemi te besimtari, gjithherë ne bëhemi ose marrmi guximin të themi se besimtari gjithherë është i mirë, muslimani gjithherë është i mirë. Pa marrë parasysh tentimeve, pa marrë parasysh çalitjeve, rrëzimeve në udhëtimin e tij drejt Zotit, ku ai mundet të rrëzohet, mundet nganjëherë të zhytet me gjëra që nuk i takojnë besimtarit, megjithatë musliman të keq nuk ka. Ka musliman gjithherë të mirë, por nganjëherë i nveshur ose i ndotur me disa gjëra të cilat nuk i takojnë atij. Për këtë arsye, feja e sheh si nxënës të përhershëm në bankat e saj, më tentu me përmirësu besimtarin. Dhe çka është interesant se ky edukator, pra feja si një edukator, gjithherë ka përzierje të metodologjisë së saj kur i qaset besimtarit. Aja përdor urësien, përdor këshillën, përdor butësinë, e nganjëherë në rastet e caktuara përdor edhe ndëshkimin, përdor edhe kërcënimin, kur besimtari nganjëherë nuk është tetë i vëmendshëm për mi marrë detyrat ose obligime përgjithësitë që i ka. Këto provime të gjitha që ne brenda fesë janë vëllezër, ato shfaqen kur vijnë adhurimet e Allahut Gjelle Ta'ala. Kur vjen ndalesa, bën edhe mos e bë, unë edhe ti jemi para një provimi, pra jemi në testin e kësaj shkolle që jemi në vazhdimsi. Në këtë provim përballë adhurimeve, ose jemi nga ata të cilët adhurimet i shohin sipërfaqësisht, në kuptimin e asaj, se unë e kryj namazin edhe kaq, unë e kryj Ramazanin, agjeraj qona në syfër, ha iftar, gjatë kësaj periudhës nuk shtin ngoj asgjë, edhe me kaq e përmbyllë. Kjo është
qasja sipërfaqësore e adhurimeve. Shtoja kësaj edhe adhurime të tjera. Por ajo që është teje, do më thonë se për besimtarin, kur besimtari e sheh çdo herë adhurimin nga pikpamja e formësimit, edhe përmirësimit, edhe gëdhendjes, që adhurimi e ka për obligim, pra kur tham të dimensioni edukativ, e ka për me botë tek besimtari. Qof namazi, qof dita e xhumasat, edhe agjërimi pra që është një ndër adhurimet që më së shumti i kushton rëndësi gëdhendjes, formësimit edhe përmirësimit të besimtarit në këtë rast. As në haxh, as për ditën e xhuma, as për 5 vakte namaz, as për zeqatin nuk kanë ardhur argumente nga Kurani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aq shumë sa kanë ardhur për agjërimin, sidomos për vlerën dhe pjesët që ne hoxhallarët pastaj prej dietarëve tanë kemi mësuar se krejt këto hadithe kanë të bëjnë me edukimin, gdhenjen dhe formësimin e besimtarit. Kur jemi tek adhurimet, pra në tauhid, në provën e besimit, ne kemi provën e bindjes. Pra, në njësimin e Allah xhallahu teala kemi një provë që është prova e bindjes. Kur jemi tek namazi, jemi në provën e vullnetit, sepse mos ekzistimi i vullnetit ne nuk e kryemi obligimin e namazit. Kur jemi te haxhi, jemi në provën e aspiratave, ambicieve të larta, ndërsa kur jemi tek agjërimi, jemi në provën e durimit. E durimi është pris i të gjitha fitoreve që vjen. Andaj agjërimi do thotë provimi është më i vështirë. Është provimi më i vështirë përballë gjitha adhurimeve tjera. Për çka? Për arsye se kemi një përballje drejt për drejt me pushtetin e dëshirave trupore që njeriu i ka. Kena pra një përplasje, një betejë me dëshira trupore që janë pija, ushqimi, epshi, dhe ne çka po bëmi një përballje me njëherë ditën e parë të agjërimit dhe po i thomi stop këtyre dëshirave tona që janë pra ushqimi, pija, epshi në këtë rast, pastaj shtoja asaj se çdo gjymtyr që është në trupin ton i ka dhe dëshirat e vet. Shikimi ka dëshirën e tij, shpesh herë për të shikuar ata që është ndaluar, veshje ashtu e kështu me radhë. Pra është një përpjekje me një pushtet teje që është i fortë, pra ana fizike që është e njeriut. Andaj krejt kjo që kërkohet për neve, kërkohet dhe thotë mposhtja e këtij pushteti gjatë agjërimit për t'i treguar vetes son se nganjëherë të din mi bë disa gjëra që ty nuk takon si besimtar. Për ata, të dashur me, agjërimin të gjithë fet që njihen si fe në kuptimin që i themi ne si fe qiellore që kanë pas libër të shpallur, apo dhe fet të cilët janë si pasojë dhe pjellë e njeriut, të gjitha agjërimin e kanë pas si një metodë për edukimin e tyre. Nëse shkon te krishterizmi, nëse shkon te ortodoks, nëse shkon te qifotët, pastaj do thotë te pjesë tjetër të religioneve të ndryshme do të gjesh agjërimin në platformat e tyre që e kanë pjesë të edukimit. Por tek ne muslimanët ka ardhur agjërimi me një dimension teje interesant që është, pra ajo është frenimi i të gjitha dëshirave që kanë organet në gjymtyr në trupin e njerit. Dhe qëllimi i tyre është për ti frenu këto gjymtyr dhe për t'i eduku që të vazhdojnë në rrugën drejt Allahut xhalla taala. Shkolla e vullnetit, Ramazani është provë e fortë për vullnetin, disiplinën e epshit, e guson, e asaj e cila e shtyn njeriu mu largu nga rruga Allahut xhalla taala. Kush e shtyn më shumë se pija, ushqimi dhe epshi më shumë njeriu se sa mu largu prej në rrugën e Allahut xhalla taala? Nuk ka diçka që e shtyn. Andaj vjen agjërimi me një vullnet të jetë interesant që bën këndryshim dhe e frenon njeriu, pra e frenon dhe jep një disiplinë të jetë të rëndësishme dhe është një ushtrim i rrept për t'u larguar nga gjithë kënaqësitë e kësaj bote për ta trajnuar besimtarin që ai duhet të jetë pra i edukuar në rrugën e Allahut xhalla taala. Një erë hynore, një frymë hynore që fryn mbi tokë, që vjen nga qielli, sepse të gjitha faktorë që e nxisin njeriu për me bo, do thotë ky prishja e akustike
e atmosferës në këtë dynja që e bojnë gjunahet e njerëzve, në Ramazan do thot lirohet, nuk është ai ambient, vjen një ambient tjetër, për arsye se qelen dyrt e xhenetit, mbyllën dyrt e xhenemit dhe ata të cilët na nxisin nuk kanë mundësinë për me bë aktivitetin e tyre, ata janë djajt e mallkuar, ata Allah xhela taala i prangos, për atë do thot vjen që kjo erë hynore, me cilën neve ndihemi shumë më të mirë, shumë më të lumtur, shumë më të gatshëm për me përmirësu veten e vet. Besim me lejen e Allahut xhela taala, pra kjo është një pjesë, është një dimension i agjërimit që flasin xhallarët për edukimin, është pjesa tjetër thelbësore e cila është pra dispozitat, ato kemi të bëjmë inshallah gjatë xhumave të agjërimit, kena me fol në derset e xhumas për ato dispozita, ndërsa krejt ajo që na vyn për agjërimin është fol shumë, kanë fol njerëz të mençur, kanë fol dietar, kur vjen dita e parë e Ramazanit, me hoxhallar, me mjek, me njerëz të mençur, të gjithë keni me pas që kanë me fol, sepse secili e ndin veten hisenik me ana agjërimit, për më shpreh ndjenjat e kështu me radhë. Por mas miri ka fol Allahu xhella taala dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, ku ka thon Allahu thot agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Hadithi kutsi, era e gojës agjëruesit është më e këndshme tek Allahu se aroma e miskut. Agjërimi ka dy gëzime, një kur bën besimtari iftarin, një kur ta takon Allahun xhella taala, dhe gjithashtu fjalët e Allahut që i keni besu, është bë agjërimi për juve obligim, ashtu siç ka qenë për popujt para jush, la'allekum tattaqun, ndoshta ju do të bëheni më të devotshëm. Elus Allahun xhella taala që të arrim Ramazanin shëndosh e mirë në vetën e familjen tonë, lutni Allahun sepse Allahu përgjigjet lutjeve të besimtarëve.